Dëshmia e James Rubin ka hedhur poshtë ditën e djeshme shumicën e akuzave të dhomave të specializuara kundrejt ish-krerëve të ushtrisë qëndrimtare të Kosovës e specifikisht ish-presidentit Thaçi. Dëshmia e Rubin, por edhe deklarimet e Ali Ahmetit se mund të ketë razira në Ballkan nëse dënon ish-krerët e UÇK-s, do t'i diskutojmë sot në studion e emisionit të mëngjesit së bashku me analistën Afërdita Maliqi. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Ndërkaq në lidhje direkte kemi generalin Nasim Haradinaj. Mirëmëngjese. Mirëmëngjesi për ju telespektatorët, po edhe mysafirë të studio. E pas pak do bashkohen Arlindi dhe Ardiani me në studio, po e nisim me juve, zotria Haradinaj. Çfarë emocioni përjetua gjatë ditës së djeshme duke ndjekur deklaratën e dëshmitarit James Rubin? Të them drejtën, unë nuk kom pas do emocion të veçantë, sepse për mu kanë qenë gjërat e dishme, por kam menduar shumë për këta batakshit që 20 vite që kanë vjedhë vënerë e gjërat këqija, duke bisedu a u bindën dhe me në fund a e kuptuan se UÇK-ja e kishte bekimin e forcave aleate të Amerikës, të Anglisë dhe forca përparimtare që ishin kundër gjakderdhjes, kundaj barbarisë, kundaj trishnive, kundaj çdo përgjakje burgose, thjesht kundaj robërisë në Ballkan. A ka pas A kemi pasur nevojë edhe për një dëshmi të tillë për t'u bindur që ky ka qenë roli i ushtrisë qëndrimtare të Kosovës, që kanë pasur për krajen edhe të Amerikës? Fatkeqësisht rubria për disa dhe vazhdimteti i ka bën njerëz që të jenë të rubruar në mendje, dhe ndoshta për disa do të jetë e kotë edhe kjo. Por unë mendoj që po, për ata që jënë konë të hamendësur me të vërtet, po, ke pas ndoshta nevojë. Unë mendoj ma shumë ka pas nevojë trupi gjykuar dhe ajo prokurit të shetë se çfarë kohëria dhe orientimi ka marrë. Qartë. Që në një farë mënyrë, James Rubin nuk arsyetoi vetëm pjesën e ndërlidhjes, por unë mendoj që arsyetoi edhe ndihmën dhe bashkëpunimin me UÇK-n pse ka bë. Ka qenë e nevojshme, Afërdita, një deklaratë e tillë në këtë situatë kur ta shohim edhe tani në të tashmen raportet disi janë zbehur apo besimi ka humbur i disa qytetarëve, jo i krejt qytetarëve, karshi Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Çfarë na rikujtoi, çfarë na mësoi edhe një herë kjo dëshmi e James Rubin në Hag? James Rubin tha të vërtetën historike si ne një pjesë e kemi jetuar dhe e kemi ditur, për shkak se janë fakte që dihen, që janë të shkrume, që kushton mundet me i lexu. Po ashtu ai e përmbysi mjaft mirë edhe narrativen e prokurorit gjykatës së Hagës, e cila deri më tani nuk ka pas një sjellje korrekte dhe të drejtë ndaj ish-krerëve të UÇK-s, me vetë faktin se ka sjell dëshmitar të nivelit më të ulët, ato dëshmitar të... Ata kanë qenë dëshmitarët në fakt, Afërdita. Po, kanë qenë dëshmitarët pa kur gjëhesh, dëshmitarë që vetëm kanë shku për me ambush numrin prokurorisë aty sepse kanë dëshmu gjëra që janë konë absurde. Është absurde ti me shku në gjykatën e Hagës dhe me dëshmu sa lopë dhe sa vjeta tu kanë mytë në luft, ose mu ka bo magji, dhe me thonë ne dhe gjithë kemi qeshur me dëshmit. Po fatkeqësisht se gjykata e Hagës i ka marrë dëshmitarë ata dhe prej dje narrativen e krejt kompletësoj e ka ndryshu James Rubin, të gjitha ata që kanë qenë të mëdhenj atë kohë, që kanë jetuar atë kohë, dhe pas asaj kohë, e din rolin e James Rubin që atë luftës qëndrimtare të Kosovës. Ai ka qenë ndihmë sekretar i Albright dhe ka qenë zëdhënës i saj, dhe më thonë ka pas një rol kyç. Ndihmë sekretar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ka pas një rol kyç në atë kohë edhe si zyrtar i lartë amerikan, edhe drejt për drejt në luftën e ushtrisë qëndrimtare të Kosovës, edhe në bashkëpunimin e SBA-s me UÇK-n. Ai Gonxha në një moment e tha, për ata që kanë dashur me dëgju dhe për ata që e din dhe e kuptojnë cili është roli i SBA-s edhe sot në Kosovë. Ai thot që për Thaçin ka qenë shumë e rëndësishme që ta ketë Amerikën në krah. Do të thonë ai donte me domosdo me marrë mbështetjen e Amerikës dhe ta dinte që Amerikën e ka në krah. Do të thonë në atë kohë kur të gjithë ata që e kanë udhëheq luftën, nuk është që kanë pas një përvojë të madhe publike ose politike, kanë qenë djemë të ri që kanë kap pushkën vetëm me idenë me çliru vendin. Do të thonë kjo ka qenë narrativa asaj kohe. Dhe ti në atë moshë të rej, pa absolutisht përvojë politike dhe publike, dhe ke ditë sa kush
ku më orientu. Kjo është madhështia dhe vetë UÇK-s edhe madhështia dhe asaj pse ne sot jemi të lirë fal asaj atyre njerëzve që kanë ditë edhe me boj luftën, por kanë ditë me bë dhe politikën kur është dashur. Ardian Rubin theksoi se gjatë dëshmisë së tij ka theksuar faktin që ish-presidenti thotë që nuk ishte autoritet të plot në ushtrinë shlimtare të Kosovës. Pra ishin disa komandantë të tjerë të cilët ai duhet i pyeste paraprakisht. Kosova ka nevojë që gjeneratave të reja t'ju tregojmë që ne jemi popull pro-amerikan. Diskursi i mbjellur konkretisht nga Zotri Kurti dhe partia e tij, që sot ka dërguar në një diskurs ku shumë njerëz thonë neve s'na duhet Amerika, ose mire ka Zotri Kurti pse me ngu Amerikën, ose disa të tjerë të cilët janë jugo-nostalgjik dhe ju konvenon me konë kundër Amerikës, sepse kanë ende nostalgjinë së vjetrës për shtetin e tyre. Neve, për gjeneratat e reja, duhet të mbjellim në kokë se ne pa Amerikën nuk kemi ka shkojmë, se s'kemi ka qikë, nuk kemi forcë, nuk kemi kapacitet me u zhvillu në asnjë aspekt. Krejt këto që ka po bohen, si James Rubini, si protestat, si krejt, po bohen për ata njerëz me i liru, apo? Cilat janë dy format në të përmes të cilave mundet me u zhbot gjykata speciale. E para form dhe më e keqja është që kjo kuvendi Kosovës me 2/3 ta zhbëj gjykatën speciale. Në qoftë se ndodhje gjë e tillë, është shumë më e keqe se sa mu dënu këta njerëz. Ashtë ideja të zhbëhet kjo gjykat kush përmerë këtë vendim apo dëshirë? Një sekundë, se kjo është... Sepse vetë këta që janë duke u gjykuar e kanë votuar për të dalur të postë. Pikërisht, po kjo është krejt politike, Gonxhe. Këtu tash po du me dalë. Në qoftë se kuvendi e voton një gjatë të tillë, bën veç ma keq se sa mu dënu ata. Sepse ne marrim sanksionet të ndryshme. Por cila është mënyra tjetër ose adekuate është Këshilli i Evropës. Kur Rusia doli nga Këshilli i Evropës, do duhe aty i liroj vendin Kosovës të futet në Këshillin e Evropës. Dhe nuk është rastësi që Zotri Kurti nuk e boni mundin me u fut në Këshill të Evropës. Mendon që ka qenë e qëllimshme? Besë njerë ta elaboroj mirë, Gonxhe, lutna. Po kjo ka qenë padyshim e qëllimshme, sepse vetëm përmes Këshillit të Evropës mundet me u zhbot gjykata speciale. Sepse në Këshillin e Evropës nuk ka veto. Nuk mundet asnjë shtet me pas veto. Prandaj edhe Zotri Edi Rama ju jep mend këtyne politikanëve të Kosovës se ju thot bëneni bile një rezolut se s'po dini gjë, e bile une e çoj atë rezolut në Këshill të Evropës edhe mendimin e aleatëve të tjerë, ne mundemi me inicu një gjë të tillë. Dhe prandaj ne, si kur të kishim qelë pjesë e Këshillit të Evropës dhe mendimin e aleatëve si Gjermanëve dhe të tjerëve, ne kishim mujt me arrit votat, shumicë, sepse aty mundesh me shumicë të thjesht me votu, edhe nuk ka veto, si kur është për shembull në OKB veto që i kanë 5 vende, të cilat munden me bloku procesin, dhe kjo është zhbo kjo farpune. Por krejt kjo është politike, dhe Zotri Kurti i ka të radhu ata njerëz, sepse krejt kjo ka shku me plan. Edhe ata njerëz vete kanë kriju Zotrin Kurti. Qartë. Mirë. Nësë harrojmë edhe këtë. E aj tash i kalon lëq. Sepse duat ndalim edhe tek deklarata e Rubin, ta përmendim pak edhe me Arlindin. Arlind, në një moment, Rubin thot që nuk ishte autoritet Hashim Thaçi për ushtrinë shlimtare të Kosovës, nuk merrte ai vendime, i dëgjonte komandantët e tjerë. Por na gjithë e dim që Zoti Thaçi ka qenë drejtor politik i ushtrisë shlimtare të Kosovës, edhe vendimet sigurisht që është dashur marrë edhe me komandante e zonave këtu në Kosovë, nga komandantët që kanë qenë në teren, edhe kanë pas një pasionim gjendjes reale se çka po ndodh, sepse ai ka qenë në dialog atje. Kështu që kjo është normale, por që kjo është dashur realisht edhe mu dëshmu që Zoti Thaçi nuk ka marrë vendime vet. Është konsultu sigurisht me komandante e zonave, edhe tash realisht Thaçi në kohën kur i mbu negociatat në Rambujë ka qenë 30 vjeç. Dhe me thonë, në një moment James Rubin e Sharan edhe këto, thot ka qenë më i riu, ndërsa këtë komandante tjerë kanë qenë më shumë më e vjetër se sa presidenti Thaçi. Nëse përmes kësaj deklaratës që nuk ka qenë përgjegjës Zotri Thaçi, apo i bie që përgjegjës mund të jetë dikush tjetër dhe mund të kalojë në sfida të tjera dikush tjetër nga komandantët? Jo, kjo faktikisht po kallëzon që ushtria shërimtare e Kosovës përkundër vullnetit për çlirimin e vendit nuk ka qenë një ushtri mirë strukturume, nuk ka pas
nuk ka pas hierarki e cila e ka përcjell, do me thonë, çdo lëvizje në për teren, sepse ka qenë e pamundur. Zoti Haradina edhe në dhe ma mirë, prej Koshares atja ka mujt me komuniku për shembull me shtabin e përgjithshëm, edhe që ka ndodhur komunikimet. Sepse kanë qenë rrethana krejt ndryshme nga ato që po jetojmë. Nuk kanë pas pajisje, nuk kanë pas pajisje sikur që ekzistojnë sot, nuk ka pas telefona, apo ka qenë shumë problematika e farpunë edhe vendimet i kanë marrë ta në për zona vetë. Sigurisht nuk ka qenë as pak e lehtë Zotria Haradinaj apo jo? Okej. Zotria Haradinaj nuk ka qenë. Po. Shkone, spari po du me një atje pak kur se qka ka bo UÇK-ja. UÇK-ja e boni dy gjana në atë kohë, e boni spari e nisi luftën për shtërim, i bindi popullin që duhet me luftu për më shtëru, dhe e boni të dytën i bindi aleatët përëndimor, se lufta është e drejtë dhe arritim i bu mikë. Gjerat e cilët tashi disa jugo nostalgjik dhe disa patriot, neopatriot, ose e ka përpërtori ashim tha që do patriota me bateria, po mundon këto dy gjera me i gjbe. Nuk mu e shbajnë realitetin. Zotria Haradinaj, pse po mundon t'i shbajnë? Më falë që jo me në gjysh besede. Dhe tani ku po bisedojmë, jo thot që ka pas, jo s'ka mujtë, shikone. Dhe do pëthojnë, a pishe, thot që s'pas ka luftu. A di qësh është kjo? Kjo është sikur të thojmë ne, unë më konë pajtimin e gjohë, është sikur të thojmë që Anton Qeta s'ka pas kur farë rolin pajtimin e gjohë. E vërtet është. Anton Qeta s'ka mujtë vendos, a pajtohet gjaku, e s'pajtohet gjaku. Sepse o dorë më pyet njerës dhe ka qenë grupi punus. Po ka qenë koordinator. Dhe kjo Anton Qeta nuk e gjben, ose nuk e hek, pe i merita o atje kryesuse. Se për shot është, tuk o mundu me ndërtu vetëm narracionin, se pëthirë, a pishe pra tha që s'ko ka konë. Po, tha që konë frontet e luft s'ko dasht. Tha që konë frontet e protesta të historisë s'ko dasht. Po tha që ka qenë edhe në kryet asaj përfaqësimit politik, dhe normal që dasht me komuniku dhe ka marrë përsipër barën që mu marrë vesh me komandantët të zonave. Me ndërmjetësu, duke marrë edhe përgjithësinë e vetë politike për me ardhë aty ku ke marrë të Rambujellet e pavarësia. Por tha që gjithashtu, nuk mund të them që s'ka qenë luftetar, sepse luftën e matë madhe e ka bo Thaçi në Rambujell. Tregon vetë tregoj Rubini, tregon vetë Albrighti, tregon vetë kjo delegacioni që ka qenë atje, dhe pastaj po thonë tjetrën. Tregon të Hashimi dhe aty, ditën e parë, fatkesisht ai trup gjykus, i ka thonë Hashim në shkruaj se marum, në shkruaj se bëll në dhanë. Sa Hashim thotë që mendon që edhe Rambuja po t'i realizua ashtu s'do t'i shdol si duhet, po të mështë ishte garante Albright që do t'a bëbardoj Beogradit. Prandaj edhe unë në shkru, por koptuat me marrëveshjen komandante dhe normal, se duhet me pyet njerëz në teren çfarë duhet me bo. Jo, as të grim se a hek Thaçit në atë kuptimin e meritat e lutë, por ja hek Thaçit narrativen që kjo gjykat pa drejtësisht e ka ndërtu mbi zinxhir komandues lart poshtë. Sepse UÇK-ja fatkesisht s'ke mujt më konë që është organizu sa po dojnë këta. Se para me pakon që është organizun, nuk i kështë po këta kruj ba mo të ishtë bosë në Francë. Dhe ndoshta do t'ishte ma. Apo ti ka në atë kohë ke qenë dhe aktiviste, besoj që ke pasë dhe kontakt me ishmerë tani. Po, në atë kohë ka qenë... Kur e ashtë më thoshin këndonë në Francë, kur e ku pyte ashtë më thoshin që ka me bo. Po kur ka pas kohë me pyt mu edhe a i më vartë që jam ku në pikën e luft atje, që ka me bo, me më pyta e me vetë, që ka me bo, a me gjujta me vra, a është shqiptar, a është shqiptar, a fol shqip, a s'fol shqip, a cilën partio. Po do të përpara ka rru plumin e apo atë harin. Gjo, ka pas si pun në këtë pun, as lisan, as lisan. Të thuhet që ushtria shqiptare e Kosovës ka pas një organizim prej kokës deri në fund për shkak se kanë qenë rrethana të jashtëzakonshme. Njerëzit ju kanë bashkangjit luftës me vullnet të plotë. Me vullnet të plot për me çliru vendit dhe për këta ka pas ushtria çlirimtare e Kosovës. Do më thonë, ne dim mas ramjes së familjes Jashari ka qenë një thirrje
të gjithë vullnetarisht më ju bashkan gjitë luftës. Ka qenë një thirrje që është dhonë kush e din atë kohë, ka qenë për çdo lajme të radio-televizionit të Shqipërisë. Në fund të lajmeve është dhonë ajo thirrja, ju lutem, kushdo vullnetar të i bashkan gjitë. Njerëzit kanë ardhur nga Franca, nga Gjermania, nga Turq, kush ka mund Kosovë, ju ka bashkan gjitë dhe s'ka mund të qetë një organizim përfaqësues sepse nuk e ke ditë çfarë po ndodh. Masanej kur kanë filluar bombardimet e NATO-s, të gjithë e dim, ka filluar një masakër e madhe, ka filluar një shpopullim i popullsisë dhe ka qenë kisha bashkan gjitë diçka pas Ramës. Pas Ramës familjes Jashari, morali ka qenë aq i ulët në Kosovë për me u bashkan gjitë luftës, sa që njerëz nuk dishin i kapi qaq fort panika, nuk dishin kam jamajt, dhe një merit shumë të madhe e ka familja Haradinaj, të cilët e bon qëndresën, dhe qëndresa e familjes Haradinaj e ngjalli Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. Pavarësisht ideologjive tona politike, ne kur flasim për vlera kombëtare duhet të jemi të drejtë dhe të vërtet. Në atë kohë unë kam qenë fëmijë, e mbaj mend prindët e mi kur kanë sjell plagosunit e parë prej Drenicës dhe e di si ka qenë situata, në atë kohë morali i njerëzve ka qenë zero. Kërkush nuk dojke me shku në luftë as mi përmend, kërkon as Jashara i tutuçin mi përmend, se lemo me u bashkanxhit luftën. Dolen Haradinajt, i bon balë Serbis edhe unë gjallë lufta UÇK-s. Dikush me sakic, dikush me tfurk, dikush me automat, edhe filloj. Ardianu ne vin nga Drenica, edhe në Drenicë po thjesht lufta nuk është që është ndalë na herë që prej Ramjes Jasharëve, ndoshta edhe për shkak se mobilizimi ka qenë më i madh në Drenicë. Unë atë kur kam qenë studente, më ka rasti edhe me ardhur në Prishtinë kur kam pas provime, në Prishtinë nuk ka një jetë krejt normale, ndërkaq në Drenicë familja jam ka nejtë në përmale. Apo kupton, në Prishtinë normal, dalë që pishe kafe, në kur shkojsha në Drenicë u dashë me plajt mal. Ka pas dallime shumë të mëdha. Ka pas dallime nga kryeqyteti, ka pas dallime shumë të mëdha dhe kështu është raportuar çdo herë. Por mu që ka po vjen në sy shumë është ideja që tani po pyetet nga shumë njerëz që kanë nisur një fushat, kush na qenë ka prashim faqe nëse nuk pas ka qenë përgjegjës i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Sepse ka nisur një fushat drejtë sociale, besoj. E kena po atë fushat, ajo vjen, e kena po dhe njerës që kanë reagu, është Alban Krasniqi, bashkëshorti i Albulin Haxhiut, Rënë Xhenovci, do me thonë marionetat Albin Kurtit, shumë të paranceshëm u morë me ta, pozitën e thotë që te ka sqaru dje James Robin, do me thonë, e kom thonë edhe dje, kush nuk ka pas mundësi me lexu historinë e konferencës Trambojes edhe luftës Kosovës, dje ka pas mundësi me ndëgju, me patë ndëgju me historinë, edhe mos mu lodhë me lexuj që kë personi që mirët me që. Sigurisht që nuk do doja të jepja shumë vëmendje. Jo, adho njerëzit të tillë pili vëmendje. Historia flet vet, ajo çfarë tha Rubini dje është vet historia jonë. E dim vllojtina ma mirë kush ka qenë ashtë më thotë që Po ljus regjin që të kalom të diçka tjetër, sepse dhe Ali Ahmeti pati një deklarat që mund të ketë trazira në Ballkan nëse dënohen i shkrerët e ushtrisë shqirimtare të Kosovës. Mund të ketë trazira? Haradinaj? Une, kur e ka thonë Ali u këto? Me sa dim, ditë më parë është deklaruar në mënyrë që nëse para protestës sigurisht, nëse do të ketë... Une po thonë të mi para ka një muaj gjysh, 2 muaj. Se është e vërtetë dhe po të thëmë edhe duhet me ditë, jo do të ketë trazira në Ballkan dhe unë ko thëmë ka trazira në Ballkan, pikërisht pika ma do që do të ketë trazira do të jetë Maqedonia. Sepse normal do të jetë Maqedonia se aty ende janë sende të Koklavitu dhe nuk është qatë që zgjedhë që duhet, ku nikosisht ka fillu edhe trysnia bi shqiptar të njëjtë po thuaj se. Kështu, falë për qarje që i ka bu edhe përzirja e pushtetit tashëm Kosovë që e kemi si këtu si Shqipëri si në Malëzi dhe në Preshevë. Qeshtja ku po vlasi për ata njerë cilët po folin që Rënë Xhenovci, këta Rënë Xhenovci tipat e tillë mua është nuk bevazoj, ta herë mas po e kanë problem me identitetin e vetë. Kombëtar pas ta kanë me identitetin e vetë gjinjur, kështu që këta njerëz do të ketë gjithmonë edhe so problem, këta ecin, këta janë shukrata qatë milion ka qelen, karvani ecë për para, kjo s'ke Rënë Xhenovci, shqyqyr si kem këta pastaj, një farë mënyrë, thëmë shqyqyr si kem dhe në ashtini edhe një herë me të qenë matë vendosëm të i kësaj rrugë. Të tjere të cilës flasin për hatët e politikës, pse kom gruna, pse kom tezin, pse kom dojnë, edhe këta nuk janë në vlerë e madhe. Theshtja, se a ishte, Hashim Thaçi nuk ishte, nuk kemi nevoj mi u frigu, Hashim Thaçi nuk i friguat vetë.
Hashim Thaçi ka thonë edhe në burg sa ka qenë mrenda dhe thotë, përgjithësinë për udhëheqjen politike dhe detyrat që ka pas i merr plotësisht mbi vete. Dhe normal, askush nuk ka qenë i gjithashëm. Sa i përket të shokëve që përmendin Haradinat dhe kjo shoqja që përmend Trenicën, unë tash duhet më kon pak subjektiv. Nikoni, fitoria në Glogjan, fitoria 24 marsit, Orgjalli a shpresës a thu nuk pas ka shku që ke, sepse mos harroni, në ato viktima në gjallë, në disa beteja ku kem pas të vranë, edhe pse ishim luft, nuk është që ta hup të moralin e luft, nuk është që nuk shqetëson dhe të bën me menu ku po shkojnë. Prandaj po, beteja 24 marsit nuk ishte beteja e Glogjanit, sepse kishte ardhur ndihmë edhe Drenica, kishte ardhur ndihmë edhe Llapi. Që beteja e Glogjanit ke vënë aty. Sikur që edhe beteja në Prekaz. Nuk o beteja e Prekazit, nuk beteja e Kosovës. Po kur njerëz po dojnë mi dalë razioni, po gabojnë dhe po harrojnë, se po mendojnë që po flasin shumë dhe ata në fakt për zvoglojnë sendin. E Glogjanit ishte në beteja UÇK që fatmirësisht triumfoi me fitore dhe u mor vullneti. Dhe normal, çdo sukses t'jap vullnet për sukseset të reja. Kështu e merr. Është beteja e Kosovës, por që rastësisht, por jo dhe bashkë rastësisht, po edhe qëllimisht, dhe bashkë aty ishte qëllimi të fitohet. Dhe qëllimi Ramushit ka pas të fitoj beteje. Llogarit po t'ishte edhe beteje tillë, unë mendoj që normal, që morali bjen një ushtar kuvritet. Mo kuvritet një familje dhe komandanti kryesor. Prandaj unë mendoj gjithë kjo në përgjithësi si beteje, është beteje gjithë Kosovës, janë edhe Drenica që kanë ardhur në Ramushit dikur ma vonë atje dhe ka Jablanica, kështu që me që thatë, ka fitu Kosova dhe unë nuk e di kuja ka i pengalderia. Unë nuk e di edhe cilë fitimi aty në po dënohet njerëz të UÇK-s. A janë të interesun me shfrytzu këtë lirin që UÇK-ja u ka pru. A janë të interesun me prish vendimin e GND-s. Këtaj du të bërë re menën ku jemi. E nëse këta janë të lujtë poker, fitoj jemi, s'fitoj jemi, atër këta janë pokergji, ose të thëmë këta janë pontazhi dhe të flasin që ka dollë se pak kush janë në nveshë. Po, e di që shqetësojnë këto dhe shpesh përdorni edhe fjallë që ndoshta nuk lejohet. Po, jo ndoshta këto. që pishmonisht bile se me përdori që ka meritojnë me përdor, po kaqen të atilja. Për televizion është kaq. E kje gjatë që nuk ka fjallë fyse se sa meritojnë ta mi fy. Mirë, le të ndojmë pak të Afërdita dhe ju të tjerët në studio. Mund të ketë razira në një rast nëse dënoni shkret e UÇK-s, si që është paralajmëruar për ata zira jo vetëm në Kosovë, por në Ballkan? E tha Nasimi e arsytoj çështjen e Maqedonisë. Është e pamundur nëse do të ketë një dënim dhe unë uroj që asë mos ndodha edhe nuk besoj mas asaj që ndodhi dje dhe që pritet të ndodhë ditëve të ardhshme për shkak se kemi dëshmitar të mbrojtjes që janë figura të rëndësishme ndërkombëtare që kanë qenë në kohë, që mas Rubinit pritet të vjen edhe Clark, domethënë e dim rolin e Clark që ka qenë në atë kohë në NATO. Edhe është normale që nëse ndo, po themi nëse ndo që ka trazira, se nuk është që po dënohet individe, dhe më thonë nuk është Hashim Thaçi një individ i thjesht. Jo, nuk janë individ, ata nuk janë. Nëse për një me, deri dje, kërkush i natët personale ndaj Hashim Thaçi, dje u dasht me radha ato i natë me pa të vërtetën historika. Hashim Thaçi nuk është një njeri thjesht, Hashim Thaçi nuk ka qenë rasisht aty. Hashim Thaçi aktivitetin e vetë, politik edhe ushtarak e ka njësë shumë herët. Si student, si nxënës i shkollës mesme e ka njësë këtë punë. Aktiviteti ti ka kulmu, kur është emru drejtar politik i UÇK-s dhe ka qenë përfaqësues i delegacionit të UÇK-s në Rambuje. Kjo ka qenë kulminacioni pastaj i Hashim Thaçi dhe përgjegjësitë e mëdha që ka marrë Hashim Thaçi. Nuk është Hashim Thaçi që ka dalë aty për aty. Ka qenë kontributi i Hashim Thaçit që ja ka dhënë atë pozicion. Kështu që trazira, unë kam thonë vazhdimisht, mu ka torë që shumë të qetë kemi najtë si popull deri më tani, sepse, okej, u arrestu në kohën e pandemisë dhe ishte një kohë ku nuk u lejojshin trajt protesta ashtu. Mirë, po ka kohë që na po heshtemi, ka kohë që kuvendi Kosovës... Se po heshtem, po na pëlqen kjo? Po ju pëlqen kjo? Jo, nuk është... Qoftë popullet, apo qoftë edhe
liderve të nuk ka partive të pas ndryshme? iniciativa. Pëstaj, mënyra se kush ka qeverisë në Kosovë dhe narracionit që shkriju viteve të fundit, e ka lëndu. Mirë po, është një pjesë e shoqërisë tonë që më në fund u zgju dhe falenderoj veteranët e luftës që morën këto iniciativa edhe për sensibilizim, edhe për protesta, edhe për takime që po kanë. Mirë po, pavarësisht a jemi vanë në zgjim, ne dohet tash e tutje të mos heshtemi ma. Absolutisht, jemi në fazën përfundimtare të gjykatës dhe po e përsëris, dënimin ndaj tyne nuk është dënim individual, është dënim ndaj luftës e UÇK-s dhe kjo luftë e UÇK-s përfshin edhe ata aleat që kanë ndihmuar këtë luftë që i përmeni dje James Rubin në dëshminë e tij. Ardiana ka humbi ideali, thatë ma herët. Për çfarë mendoj? Mendoj se ne shqiptarët veç kemi dalë prej zorit, kur gjë tjetër nuk kemi bo. Kur thëmë kemi dalë prej zorit, vete e kemi çliru vendin, po faktikisht është shumë e madhe, po në raport me ndërtimin e paqes, fitimi i luftës është diçka më e vogël se sa ndërtimi i paqes. Ndërtimi i paqes dën më shumë mund se sa me u fitu lufta, edhe ne nuk po di me ndërtu paqen. Shumë shpesh, nëse lexon për historinë shqiptare, ne kemi ardhur deri në këtë pozitë, po shumë shpesh i kemi humbur gjanat vetë se s'kemi ditë me majtë shpinë tonë, edhe na kanë marrë prapë tjertë. Prandaj, ne duhet ta kuptojmë që shtëpia nuk bëhet një herë dhe u krye e punë. Shtëpia bëhet për çdo ditë. Ne duhet të mbrojmë vlerat tona, duhet të ndërtojmë kapacitetet, edhe ta zhvillojmë vendin, edhe të kapemi për krah mezhve tonë strategjik Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e asesi të krijojmë diskurs kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, siç ka ardhur sot një narracion i shëmtuar të shumë njerëz, të cilët kur lexon thonë neves na duhet Amerika, na do këtë vetja sikur na jemi superfuqi botnore. Ne vërtet kemi pas dëshirë me u çliru, me sheku, e kemi bërë luftë dem babadem, po nuk kemi pas kapacitet edhe pa na ndihmu të tjerët, na s'kemi mujt me u çliru. E tash mbasi u çlirum, po i marrim për të mirë qenë, jo, se ata na lojnë e pastaj çka bojmë na? Nuk kemi ku shkojmë, nuk kemi na kaçik. Duhet me kuptu, mja dit njeri hallin vetit, edhe prandaj ne duhet sa ma shumë me punu për shtetin e Kosovës, me dasht vendin në mënyra të ndryshme, edhe me ecë për krah mezhve tonë Amerikanë, se pa ta na nuk kemi ku shkojmë. Prandaj nga këtu duhet ta përcjell mesazhin të cilin na e dërgoi edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, mos t'i votojmë ata që janë kundër politikave amerikane, kaq. Mirë, kohëve të fundit, viteve të fundit, kemi përjetu një shoqëri të polarizuar, Arlind. Kemi pas deklarata nga më të ndryshmet, bindje nga më të ndryshmet, që shpesh janë është gjyku dhe vetë lufta e ushtrisë qëllimtare të Kosovës, ka qenë tek disa persona, pastaj kjo ka kalu edhe tek populli. Mendon që me deklaratën e djeshme të James Rubin, ndodhi një kthes dhe tani shohin njerëz më ndryshe, ndërsa ju flet një person i cili ka qenë dëshmitar i disa takimeve tepër të rëndësishme për çlirimin e këtij vendi? Në fakt nuk do doj fare të jetë James Rubin i cili na mëson historinë, sepse ne duhet ta njohim meritat e ushtrisë qëllimtare të Kosovës, edhe të rritemi me to, qysh prej fëmijë do të më shpjegu kush ka qenë UÇK-ja edhe sakrificën që e kanë bërë ata djem që kanë nejt në përmale atje. Po megjithatë për një pjesë madhe ndoshta është e mirë që James Rubin dje javë ka hap syt me gisht edhe ju ka tregu kush ka qenë ushtria qëllimtare edhe pse ka zgjedhë me Amerika me bashkëpunu me ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Ajo çapo du më kthy është te deklarata Ali Ahmetit, a do të ketë razira, po do të ketë razira. Edhe une, po besoj jem një pjesë e madhe e shoqënisë përjashtë individ cilët nuk dihet me agjendat ku na punojnë përfshi këtu edhe kryeministrin Kurti të poshtë. Jem një pjesë e madhe që kena me dalë edhe nuk kena me lanë me na u gjyku liria, me na u gjyku Gjaku i Derdhën, edhe Euleksi le të bëhen gati se kanë mu dash me na vra krejt veren dhe para objektit tyne, se nuk kena me leju që lufta edhe Gjaku i Derdhën për që të ven me na dënu. Se nuk po dënuhen individ, po dënuhet lufta edhe liria e Kosovës. Nuk duhet Arlind me u shpreh kështu, Euleksi edhe ndërkombëtarët aq sa kanë mujt na e kanë dhënë ndihmën, na i kemi aleat, na nuk kemi problem me asnjë organizatë ndërkombëtare që vepron në Kosovë, na kemi problem me veten. Problemi është mendor, më shumë se sa politik. Problemi është te dështimi prindëror, mas pari. Prind duhet me na mësu se ndjenja kombëtare është ose nuk është. Ajo lind me ADN-n tonë. Jo krejt mundemi me pas, fatkeqësisht.
e do duhe krejta kemi. Pra ndaj, në prind, duhet të mësojnë fëmijet kush ka qenë UÇK-ja, kush ka qenë Adem Jashari, kush ka qenë tjetri, mas pari të shtëpia, tani të shkolla. Edhe polarizimi ka ndodhë prej lëvizjeve të vendosje. Ne nuk i kemi pas të probleme ma herët. Nuk është diskutu çështja e UÇK-s. Besoj që ka pas probleme edhe ma herët. Ka qenë, po ka pas disa jugonostalgjik, disa serbofil. Në nivel më të ullët, por ka pas gjithë. Ka pas asilirije me shoh UÇK-s në për studio televizive. Po shoh duke dashur të reagoj, Haradinaj. Qëni, ne fatkesisht ka erë gjonat thojnë kur prishet dasma ku t'ja nisë. Fatkesisht, ne nuk e shliruam vetë në vendin dhe fatmirësisht mirë që se shliruam se u more ma shumë me përvojat ndërkombëtare si ishin forcat që në animun aleatet. Problemi është se disa politikanë duke një vetin inferior ndaj aktit historik që janë aty, filluan që të viktimizohen. Pra ndaj kena ato polarizimit që dheti edhe ma herët. Filluan të bëhen përqamet duke viktimizue, vetëm me hupat narrativen edhe me kriju narrativ që kanë pas arsye mos me luftu për lirin. Prandaj, unë mendoj që kjo vazhdoj, dhe sot edhe kjo kost politike që përdon me muhu që kenë. Nuk e ka në atë kuptimin esencial, sepse pushtetin për jadon, sepse shqo, ne ku ke me u Jugoslavin, unë dhe si thmi që thaj, që edukat familjare, unë e më ujtë gjithë pushtetin. Unë pushtetin e ti nuk e këmdash të asë më konë pioner, shkëmdash të asë më konë komunisteri, shkëmdash më konë asë pun, shkëmdash më konë burgjit e ti edhe më konë në ri. Prandaj kjo është ajo edukatë familjare që përdojtë kë. Po këta jo, këta përdojnë lirin me shfrytëzu, por me arshtu vetën që ishin kunder, në fakt, nëse mos kunder nuk ishin një atje. Nuk janë bashkë gjithë tri aty këta që përbojnë këtë narrativ. Dhe dyta, UÇK-ja është ajo e cila ushtria me, unë menoj që është ushtria me e mirë dhe suksesi më e madh gjithë kombëtar, jo vetëm i Kosovës. Ne tha parafolë se ne kemi ndërrit shumë stadje, pastaj i kemi shkatru. Por kjo e ka përcy ato stadjet e para. Kjo ka kriju një territor të lirë, kjo ka kriju një shtet të lirë, dhe ka kriju Bashara, ka kriju disa rrethana krejtjera shoqërore politike, për qoftë edhe sot do të vogla edhe në Preshevë. Mos lasim për Maqedoni. Prandaj është ndërtuar me këto. Radinaj, falim tjetër. Si qytetar, unë besoj se shpejti do të dini ku të bëhen thirrje për protesta. Po protestat jo kërcënim, protestat jo ndikim në drejtësi, po protestat për ringjallje kombëtare dhe për vetëdijsim dhe për stop këtyre që po mendojnë se dhe kitë drejt në demokraci dhe në liri të fysh edhe ato të cilit ty ta ka dhënë bazamentin e kësaj lirie. Unë besoj se sot neshtra do të dëgjoni për thirrjet protesta që do të jenë në mënyra ndryshme kreative dhe unë mendoj edhe ndërkombëtare. Ardinaj, faleminderit shumë që keni qenë së bashku me ne. Por gjithmonë të qeta, pa kërcënim, kuptohet. Faleminderit. Por do të jenë vetëdijsim të popullatës, vetëdijsim të ndërkombëtarëve. Qartë. Deklaratët e Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që jeni bashkuar në këtë pjesë. Faleminderit shumë. Do të diskutojmë dhe ditëve në vazhdim, me qenë se edhe sot. Përfundoj se morë nuk të vinë në studio nëse më lënë me përfundu. Po të lutem, përfundoje. Jo, më ndërprej fjallë, se më kone aty së më i më ndërprej. Ndjes. Se shvejtëzo këto. Kështu. Pra daj përdo, me përfundim, ne duhet të bëjmë Gjems Rubin që ke dhe ata që të vinë. Këta ma te për janë për kthele dhe hapje të syve të prokurisht dhe gjyqësori që është i anshëm me prokurin. Popullata dhe njerëzit e dinë saktë kush jo ka pru lirin. Ju faleminderit për lejen në intervistë. Zotëri Haradinaj, faleminderit shumë, çdo herë kënaqësi që të kemi pjesë të emisionit tonë. Faleminderit. Faleminderit dhe juve të tjerëve. Miq dashur, shpejt kalojmë pjesën tjetër studios na pret edicioni më i ri i lajmeve.